Berishës me pas një garim të tij, një rikthim të grupit të Gazmend Bardhit, do kemi të tjera fraksione brenda opozitës? Shikoni, të jemi real, unë kam thënë në disa shkrime, kam edhe bindje. Grupi që do gëzohet më shumë për humbjen e Berishës është pikërisht grupi i Gazmend Bardhit dhe njerëzve të tij. Ato kanë shkuar tek Berisha, jo se e duan Berishën, jo se kanë të njëjtën mendësi si Berisha, ata kanë shkuar sepse tani për tani streha më e sigurt politike e tyre është streha që ka ngritur zoti Berisha. Shikoni ç'no, po të kishin ndajë në strehën e Lulzim Bashës, do ishin pa përfillshëm. Nësa këtu janë dikush. Unë jam i bindur se shumë prej tyre edhe po para 10 vite, po të kishte ftuar Edi Rama. Te kjo, pra ju mendoni që grupi i Bardhit do reaktivizohet? Do reaktivizohet, është sigurt që do reaktivizohet. Shikoni, këto njerëz, grupi Bardhi, grupi që ku futet Gjek Marge, etj, që në fund u bashkuan me Berishën, këta kanë qenë dakord që në fillim për përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar. Madje ka dhe deklarata publike që nuk do bashkohen. Kanë deklarata të turpshme, biles, që nuk janë të daja jo për një politikan, nuk janë të daja për një qytetar. Nuk e perceptoj dot, për shembull, si mund ta di, nuk kam qenë pjesë e një elite drejtuese të UÇK-s, nuk e perceptoj dot që sot me ato njerëz të cilët kanë bashkëpunuar disa vite tani të shfaq kundërshtim ose të ka qenë e turpshme që ndodhi ajo sulmi mi Godinën, ato grinjet, ato fyrjet kështu perverse si fëmijë të inatosur, por ato nëse humb Berisha, dhe nëse humb më thellë se sa në vitin 2021, në dy rastet ato do aktivizohen. Pra ato mezi preshin që Berisha të bjerë nga kalbi, të hypin vetë në të kalë, të realizojnë ato aspiratat që kanë, apo drejtimet që kanë. Kjo është një çështje që takon opozitës, po e keqja është se opozita aktualisht ka pak shanse të rinovohet. Edhe Majta ka pak shanse të rinovohet, të jemi real. Sepse pavarësisht se që janë futur këto frymë të reja, emra të reja këto, mendësi të reja nuk janë futur. Unë e njoh për shembull grupin që është propozuar nga Partia Socialiste për deputet në Shkodër. Të them të drejtën, gjysmën e tyre, ose më shumë se gjysmën e tyre, do e ndroja me dëshirë me ato që ka futur Lëvizja Bashkë si deputet. Janë shumë me intelektual ato, nga familje shumë të njohura, ose njerëz me shumë idealistë se këto tjerë. Atëherë pse nuk po vjen e reja? Po pse nuk vjen e reja, sepse ka disa gjëra pse nuk vjen e reja. E para që është më rëndësishme, e reja ka ngelur në durë të atyre që mendojnë për karrigën e tyre, për kotukën e tyre. Ndryshimet kushtetuesit vitit 2008 janë thelbësore që të mos ndodhe reja. Cili kryetar do që afër vetes në mendësinë e politikës shqiptare, flasun të ketë njeri i cili mund ta zëvendësojë nesër më njëherë. Në gjitha politikat e botës gjithmonë qëndron në hije, thosha, një alter ego i liderit partijak, njëri që nesër është i gatshëm ta marrë përsipër. Unë nuk mund ta them sot cili nga ato që bën pjesë në kupolën drejtuese të Partisë Socialiste nesër mund të zëvendësojë Edi Ramën. Asnjëri aktualisht. Asnjëri. Nëse për shembull në 2005 ka qenë Edi Rama që mund t'i dilte Fatosnanos, sot nuk i del kush Edi Rama. Jo vetëm se është me trup të madh, por ka vendos autoritetin, ka vendos autokracinë. Shikoni, edhe në një regjim demokratik, pluralist, një grup, një element që zgjatet në pushtet mund të kthehet në autokrat. Dhe autokracia në partitë shqiptare është shumë e dallueshme.